Banorët e rreth 100 apartamenteve të 3 ndërtesave në Totov po ankohen për miratimin e planit të detajuar urbanistik të miratuar nga komuna, e që sipas tyre mundëson ndërtimin në një objekti të ri. Shqetësimi i tyre është se nëse ndërtohet një ndërtesë e re, rruga e vetme për hyrjen me automjete do të mbyllet. Putni беше ова овде, што го гледате од назад. И од овде кај ние смо влагале нормално како што треба. И било да е амбулантна кола, било да е пожарна, дрва, мртвачка кола, како сакате речите, можело да приде до зградата. Сега не може тоа да биде заради тоа што овие што прават ова зграда што се копа зад мене, тие сака да прилепа до оваа зграда. Да биде лепенка. Po ashtu banorët ankohen se nëse ndërtimi i ri realizohet pranë ndërtesës së tyre, do të bllokojë dritaret që janë nga ana tjetër e ndërtesës. Thonë se ndryshimi i planit urbanistik nuk është bërë në mënyrë transparente, prandaj kërkojnë drejtësi. Да, со стариот план има помие путот бил и трасиран. Го имамо планот тој. А новиот најнов сега што е лепенка. Значи тоа човек го правил, нели? Ако го правил човек може да го преправи тоа и да го направи како што било порано. Banorët thonë se janë drejtuar edhe në komunë, por nuk kanë marrë përgjigje. Për Televizionin 21 nga komuna e Tetovës, thanë se plani urbanistik është miratuar me të gjitha procedurat dhe se të gjitha objektet banesore do të kenë rrugë, hapësira të gjelbërta dhe parkim. Me miratimin e ri të planit të detajuar urbanistik për BU 74 është përcaktuar që gjitha parcelat ndërtimore të kenë qasje të veçantë deri te trafiku rrugor. Sipërfaqja ndërtimore që përfshihet është midis bulevardit Video Smilevski Bato, rrugës Vllezrit Milladinov, rrugës Blagoja Toska dhe rrugës 180, ku e gjithë kjo pjesë e bllokut ka 3 rrugë hyrëse nga rruga 180 dhe brenda bllokut janë planifikuar trafiku rrugor, infrastrukturë, vende parkimi, garazhe nëntoksore me strehimore dhe gjelbrim. Përveç kësaj, banorët janë shqetësuar se punimet që pritet të fillojnë mund të rrezikojnë edhe strehimorët që gjenden mu para ndërtesës së tyre.